Fillojmë recetën. Në një hin shtojmë 3 vezë, mandej një gotë me sheqer. Gota që po përdori është 200 ml. Një pako sheqer vanilje, edhe sheqerin me vezët së bashku do t'i përzim me mikser për afërsisht 3-4 minuta derisa të formohet shkum e bardhë. Vazhdojmë edhe i përzim. Pasi t'i kem mi përzier mirë, vazhdojmë shtojmë 60 ml vaj edhe 120 ml qumsht, 3 lugë të gjellës me kakao dhe sërish vazhdojmë i përzim me mikser. E pasi t'jem përzier pak me mikser, e shtojmë edhe miellin, 1 gotë e gjysmë me miell. Pra gota që po përdormi për miell është e njëjtë 200 ml. Edhe një pako pluhur për pjekje të ëmbëlsirave, edhe kështu vazhdojmë sërish me mikser i rrahim derisa të formohet brom, pra derisa të gjithë përbërësit të bashkohen mirë. Kur brumi i ëmbëlsirës të jetë gati, atëherë vazhdojmë edhe marrim tepsien ku dojna me pjek ëmbëlsirën, e lyejmë me pak margaren. Mos harroni që çdo herë kur përgatisni ëmbëlsira, furrën e shpëretit duhet ta nxehni paraprakisht në temperaturë 160 gradë. Dhe kështu e hedhim në tepsi, edhe kur furra të jetë gati, pra të jetë nxehur mjaftueshëm, atëherë ëmbëlsirën e shtimet e pjekim për 25 minuta deri në 30 minuta, ju do ta kontrolloni në 160 gradë. Në një tenxhere shtojmë 500 ml qumsht. Tek qumshti shtojna edhe 2 deri në 3 lugë të gjellës me kakao pluhur. Shtojmë 2 lugë të gjellës me sheqer. Pastaj shtojmë 1 lugë me margaren, edhe një çokoladë 100 gram, pra çokoladë me qumsht që është, ose çokoladë gatimi, pra varet se çfarë ju gjendet në shtëpi. Pastaj krejt përbërësit i përzim mirë, edhe kështu për 5 minuta kena me i zi, derisa pak pra masa të zihet, kështu duhet me vlu për 5 minuta, e pastaj e largojmë edhe e kemi gati. Pasi është gati, e leni pak mu ftof. E tash edhe ëmbëlsira është gati, vazhdojmë edhe ndajmë ëmbëlsirën kështu në copë të vogla, katrore. Ëmbëlsira pra është ftohur pak, edhe shërbeti është ftohur për 2-3 minuta, edhe tash ja hedhim me njëherë ëmbëlsirës. Vazhdojmë edhe e shtojna pra shërbetin që e përgatitëm me kakao dhe çokoladë, edhe kështu pra krejt masën e hedhim be, e pastaj do ta lëm ëmbëlsirën që të ftohet mirë në frigorifer derisa të ftohet mjaftueshëm. Pastaj e provojmë se a është bërë mirë ose jo. Është një ëmbëlsirë e lehtë, thjeshtë me u përgatit, por që do ju shijoj shumë. Kjo ishte edhe receta që e kishim përgatitur për sot, shpresoj që ju ka pëlqyer. Me recetat e tjera shihemi në video të tjera. Mirëmbëjtje.